Ky prag festash erdhi ndryshe për të mushuarit e qendrës Besa në Barbullush. Shërbimi social në Bashkinë Vaudez e ka kthyer tashmë në traditë shtrimin e drekës festive për këta të mushuar. Këtë herë festave ju bashkua dhe qendra sociale Hapat e Lehtë në Shkodër. Gjyshat kënaqen edhe gëzohen pa mas, sidomos në ta ditë festash. Ju uroj të tonëve gëzuar festat. Një vit sa më të marë, paqen, shnet, bekime. Shërbimi social në Bashkinë Vaudez tashmë të kthyer në traditë pjesën e shtrimit të drekës së festave të fundvitit, ashtu edhe për pakut mushime që vazhdimisht ka ndihmuar në këtë zonë. Edhe këtë vit ne menduam që të ishim më pranë komunitetit të Bashkisë Vaudez, ku krahas pakove për gra dhe vajza viktima dhunës familje, disa pako për fëmijë, vendosëm që edhe të mushuarit në shtëpisë Besa të sillnim për të konsumuar një drekë të fundvitit. Krahas atmosferës festive dhe ngrohtësisë që u dhan të mushuarve të qendrës Besa, u përgatitën edhe pako ushqimore për vajzat dhe gratë, viktima të dhunës në familje, familje në nevojë dhe ato që janë me urdhër mbrojtje.